Mirë se vini, sot do t'i qasemi një teme shumë të rëndësishme, si të humbasim peshë nga komoditeti i shtëpisë. Do të përpiqemi të krijojmë një plan të qartë, pa u ngatruar me gjithë informacionin shpesh konfuz që gjejmë kudo. Pra, pyetja që shtrohet është kjo: a është e mundur vërtet të humbasim peshë pa shkelur fare në palestër, pa dalë nga shtëpia? E po, lajmi i mirë është që po, absolutisht, dhe ndoshta është më e thjeshtë nga sa e mendojmë. Kështu, ja si do ta ndajmë rrugëtimin ton. Do të fillojmë me shkencën, pra parimin themelor. Më pas, do të flasim për gjëra konkrete si dieta dhe hidratimi. Pastaj, si të lëvizim në shtëpi dhe në fund, si të kemi mjetet dhe mendësinë e duhur për sukses. Okej, le të fillojmë me pjesën e parë, parimi themelor. Sepse para se të flasim për çfarëdo diete apo ushtrimi, duhet të kuptojmë një koncept bazë. Kur ky koncept bëhet i qartë, gjithçka tjetër fillon të ketë kuptim. Dhe ja ku e kemi konceptin kyç, deficiti kalorik. Mund të harroni çdo dietë me emër të çuditshëm apo çdo program stërvitor intensiv. Në fund të ditës, gjithçka përmblidhet këtu, apo ham më pak kalori se sa po djegim. Ky është rregulli i artë, themeli mbi të cilin ndërtohet çdo gjë. Por si ta dim sa kalori duhet të ham? Ktu hyn në lojë TDE, ose shpenzimi total ditor i energjisë. Imagjinojeni si një buxhet ditor kalorish që trupi ka. Ky numër llogaritet bazuar në moshë, peshë, gjatësi dhe sa aktiv jemi. Për të humbur peshë thjesht duhet të shpenzojmë pak më pak se ky buxhet çdo ditë. Kujdes ama, këtu duhet të jemi të mençur. Një deficit shumë i madh, pra të hash shumë pak, e fut trupin në një gjendje alarmi. Në vend që të djegë ndyrë, ai fillon të hajë muskujt për energji. E ne duam të humbasim ndyrë, jo forcë, apo jo? Pra, cili është ritmi ideal? Ekspertët thonë se duhet të synojmë diku mes gjysmë kilogrami dhe 1 kilogram me pak në javë. Ky ritëm i ngadalt po i qëndrueshëm është shenjë se po humbasim ndyrë dhe po ndërtojmë zakone që mund t'i mbajmë për një kohë të gjatë. Mirë, tani që e kuptuam shkencën, le të kalojmë tek pjesa praktike. Si arrim këtë deficit në jetën e përditshme? Gjithçka fillon nga pjata jon dhe gota jon. Le të nisim me diçka kaq të thjeshtë por tepër të fuqishme. Uji. Duket si gjë e vogël, por studimet tregojnë se pirja e ujit mund ta përshpejtojë metabolizmin ton përkohësisht deri në 30%. Plus, një gotë ujë para vaktit na ndihmon të ndihemi më të ngopur, e kështu ham më pak. Një ndryshim i vogël me një ndikim vërtet të madh. Një tjetër strategji e rëndësishme ka të bëjë me kohën. Çfarë ham para se të flem? Kur ham ushqime të rënda si makaronat apo picat vonë në darkë, trupi nuk ka mundësi t'i djegë. Dhe ku shkojnë ato kalori? Ruhen si yndyrë. Për më tepër, na prishin edhe gjumin. Dhe siç do ta shohim, gjumi i mirë është thelbësor. Të gjithë e dim që përgatitja e vakteve është e rëndësishme, por kush do të hajë të njëjtën gjë çdo ditë? Kjo ide këtu është fantastike. Në vend që të gatuani vaktet plota, përgatisni përbërësit veç e veç. Pak pul të pjekur, perime të ndryshme, oriz. Pastaj çdo ditë thjesht i kombinoni ndryshe. Kështu kurseni kohë, por pa u mërzitur kurrë. Tani, le të flasim për lëvizjen. A duhet patjetër të shkojmë në palestër? Absolutisht jo. Trupi ynë është palestra më e mirë që kemi dhe mund të bëjmë rrepulli pa pasur nevojë për asnjë pajisje. Këtu kemi një përmbledhje të shkurtër. Për djegje të shpejtë kalorish, ushtrimet HIIT janë fantastike. Për fleksibilitet dhe forcë mendore, fizike, yoga dhe pilates janë të pakrahasueshme. Ndërsa për të ndërtuar muskuj, duke përdorur vetëm peshën e trupit, ushtrimet si pompat apo skuatet janë ideale. Ideja është të gjejmë diçka që na pëlqen. Dhe kjo është pika kyçe. Të bësh disa ushtrime sot dhe pastaj asgjë për një javë, nuk sjell rezultat. Trupi ynë ka nevojë për qëndrueshmëri. Ndiqni një plan, një program të caktuar. Vetëm kur ka strukturë dhe përsëritje, fillojmë të shohim përmirësime reale. Edhe ja ku arritëm tek pjesa e fundit, por ndoshta më e rëndësishmja. Si sigurohemi që këto ndryshime të mos jenë të përkohshme? Gjithçka ka të bëjë me mjetet që përdorim dhe me mendësinë që ndërtojmë. Jemi me fat që jetojmë në epokën digjitale. Aplikacionet e fitnessit janë si të kesh një trajner personal në xhep. Ato na ndihmojnë të ndjekim progresin, na kujtojnë kur duhet të lëvizim dhe na japin atë shtysën e vogël motivuese pikërisht atëra kur na nevojitet më shumë. Mirë. Të flasim pak për qëllimet, sepse këtu shumë njerëz gabojnë. E para,
harojeni humbjen drastike në fillim. Thjesht fokusoni te krijimi i një zakoni të ri. E dyta, bëhuni specifik. Mos thoni thjesht do të ushtrohem më shumë. Thoni, do të bëj 30 minuta ecje të shpejt 3 herë këtë javë. Dhe e treta, ndoshta më e rëndësishme, festoni fitoret e vogla. Çdo hap përpara, sado i vogël, është një fitore. Tani, një armë sekrete që shpesh e neglizhojmë, gjumi. Kur nuk flem mjaftueshëm, hormonet tona dalin jashtë kontrollit. Kjo bën që të kemi më shumë uri dhe një dëshirë të papërmbajtshme për ushqime me sheqer dhe yndyrë. Pra, gjumi cilësor nuk është luks, është një nevojë absolute për sukses. Pra për ta përmbledhur, gjithçka që folëm sot mbështetet në këto 3 shtylla. E para, të kuptojmë shkencën, pra deficitin kalorik. E dyta, të veprojmë përmes dietës dhe ushtrimeve. Dhe e treta, të kemi sistemin e duhur mbështetës, me mjetet dhe mendësinë e duhur. Këto të trija bashk janë formula për sukses. Dhe kështu, arrim në fund me një pyetje për të gjithë ne. Tani që kemi këtë informacion, çfarë do të bëjmë me të? Cili është ai hapi parë, sado i vogël që mund të bëjmë që sot për të nisur këtë rrugtim?